Shumë njerëz sot, pavarësisht besimit dhe fjalës që ata dinë, dështojnë që besimi i tyre të bëhet vepër. Besimi të bëhet vepër dhe besimi bëhet vepër kur besimi vjen përballë situatës, nuk bëhet vepër kur çdo gjë shkon mirë. Besimi i një besimtari duket vepër kur vjen përballë situatës, jo kur çdo gjë shkon mirë, po kur vjen puna që ti përballesh ose duhet të përballesh me diçka, thua, "O, kam frikë, o, çfarë do ndodhi? O, ku shkoi dëshmia e besimit tënd? Ku shkoi? Pse lejove frikën të mbuloj besimin tënd? Harrove të dëshmosh besimin tënd. Harrove të thuash, siç foli Davidi kur u përball me gjigantin dhe tha, ashtu siç Zoti më ndihmoi të luftoj Luanin dhe Ariun, ashtu do më ndihmoj të luftoj dhe këtë Goliath. Kështu foli. Foli me besim, jo me frikë. Edhe ti, dhimbjes, situatës, rrethanave, gjithçka që të rrethon ty, duhet t'i flasësh me besim, jo me frikë. Situatat, problemet, shqetësimet, dhimbjet nuk janë armiqtë tu, janë miqtë tu që të zgjojnë ty në besimin tënd.